Të dashur shqiptar gëzuar, është gjetur në Kosovë alfabeti i Dardanëve të dashur shqiptar dhe e dini ju të dashur shqiptar se cili është alfabeti që kanë përdorur Dardanët që në shekullin e 8 para erës sonë? Është alfabeti më i vjetër i dialekteve helene të dashur shqiptar, është alfabeti i Korinthit të dashur shqiptar, dhe vetë fjala Korinth shkruheshte me shkronjën kopa, ishte shkronjë e alfabetit fenikas të dashur shqiptar dhe kjo u bë shkronja Q në Shqip. K-ja u bë Q në gjuhën dardane të dashur shqiptar, kjo mungon në gjuhën greke të dashur shqiptar, dhe kjo është arsyeja që gjuha shqipe ka më shumë fonema se çdo dialekt helen dhe gjuhë greke të dashur shqiptar. O Zot, arsyeja pse kryeministri i Shqipërisë nuk i flet kryeministrit të Kosovës dhe anasjelltas, kjo është me urdhër të gringove të dashur shqiptar, për arsye se ju nuk e dini, por toka e Shqipërisë është e bekuar dhe e mallkuar, po ashtu edhe toka e Kosovës të dashur shqiptar. Po përse që nga toka e Shqipërisë e bekuar, në tokën e Shqipërisë gjenden shkrimet e para helene të dashur shqiptar. Përpara se të bëhej standardi i gjuhëve helene në shekullin e 5 para erës sonë. Ky është zbulimi im krejt i rastësishëm dhe ky zbulim u bë sepse arkeologët francezë në Kosovë ankoheshin që artizanët i lirë nuk dinin të shkruanin me gabime, sepse arkeologët francezë niseshin nga standardi që u krijua në shekullin e 5 para erës sonë, ndërsa dardanët, sidomos dardanët, pa u lidhur fare me helenët, kanë zhvilluar një alfabet të tyre që quhet alfabeti i Korintit të dashur shqiptar, dhe sidomos pra kjo shkronja që vjen nga alfabeti fenikas, sepse helenët e morën alfabetin nga fenikasit. Tani, gjëja më e bukur është kjo që kryeqyteti i fenikasve në Shqipëri dhe në Dardani, pra në Iliri, është në Finiq. Foinike quheshte kryeqyteti i fenikasve. Pra alfabeti i parë europian është shkruar në Shqipëri dhe ky alfabet, një nga këto variante, ka evoluar në Dardani si alfabeti i Korinthit me shkronjën Q të dashur shqiptar. Dhe kjo është gjendur në një fragment qeramike në Kosovë të dashur shqiptar, e cila është marrë nga serbët, i është dhënë rusëve, dhe sot pra gjendet kjo në Rusi, ky fragment. Nuk gjendet më në Kosovë, është marrë. Janë grabitur të gjitha thesaret ilire dhe na del që kosovarët kanë shkruar me alfabetin e Korinthit të dashur shqiptar, kanë shkruar një dialekt helen. Ilir, Dardan, quheni si doni. Ja, këtë kam zbuluar unë krejt rastësisht, por i kam rënë në gjurmë të kësaj mënyrë të shkruarit të ilirëve, përpara se sa të bëj standardi, po edhe pas standardit. Ilirët vazhduan të shkruanin në mënyrë të tyre, në dialektet e tyre iliro-helene, dhe ndërmjet tyre dhe dardanët kanë shkruar me dialektin e Korinthit. Kjo është arsye që Gentios në latinisht është Genthios në ilirisht. Genthios është pikërisht rasa gjinore e Korinthit, o fjalës genes, që do thot me lind në helenisht. Kjo është shmenduri, ky është emri i Genthit, Genthios, rasa gjinore e Korinthit. Ky është zbulimi im. Dhe asnjë nga anëtarët e Akademisë së Kosovës nuk e di që kosovarët kanë folur dialektin e Korinthit dhe kanë përdorur alfabetin e Korinthit. Kjo është një çmenduri, kjo që ka ndodhur. Dhe Shqipëria dhe Kosova, edhe shqiptarët e Maqedonisë janë të bekuar dhe të mallkuar, sepse toka jon, Maqedone, Ilire, Epiriote, Dalmate dhe ajo në Kroaci, pra i gjithë gadishulli ilirik ka përdorur 25 dialekte helene dhe që po zbulohen akoma të tjera. Për shembull, ky dialekt i Dardanisë i gjetur në Gadimilje është një fshat me emër serb. Dhe në këtë fshat
Ky fshat që është bombarduar nga trupat e NATO-s për të përzënë serbët, në fillim është dhënë shqiptarëve, pra Kosova. Por nuk i është dhënë statusi mirëfillt Kosovës, por i është hequr statusi Shqipërisë, por ju nuk dini gjë fare. Shqipëria e ka humbur dhe ajo statusin e saj, nuk është më vend i pavarur, do i bashkohet Greqisë. Ky ka qenë plani i Anglisë dhe i Francës të dashur shqiptar të krijojë Ilirinë e Madhe, por ne s'dim gjë fare, nuk kujtojmë se Iliria është shqiptare. Dhe Iliria merr emrin nga helenishtja, Ilos, gjuhë shtrembër, ilirishti. Kjo është gjuha e dialekteve të çuditshme helene që grekët nuk dinin gjë, kjo është gjëja më e tmerrshme. Është zbuluar tani. Grekët deri në ditën që po bëjnë këtë film, nuk e kanë ditur që ilirët kanë folur dialekte helene dhe kanë shkruar Dardanët në dialektin e Korinthit. A nuk është kjo një çmenduri e plot? Prandaj Kosova nuk e merr dot pavarësinë e plot, nuk duan gringot. Plani është i tillë. Në fillim do merret Shqipëria e Jugut, do t'i jepet Greqisë. Pastaj do t'i jepet Shqipëria e Veriut, pastaj do t'i jepet Kosova, do t'i jepet pjesa maqedone shqiptare Greqisë dhe do krijohet pra Iliria e Madhe, që nuk do flasi shqip. Qëllimi final është helenizimi i plot i shqiptarëve drilonë të dashur shqiptar, gëzuar pra për këtë ditë të madhe. A ju a merr mendja përse Shqipëria është në kaos? A ju a merr mendja që 97-ën e kanë krijuar gringot me britanikët për ta dobësuar Shqipërinë, e dini apo jo? Shqipëria është i vetmi vend i botës që nuk ka asnjë tank, asnjë aeroplan të dashur shqiptar. Po duan e na i falin, po s'duan. Vazhdojnë të na mbajnë si një koloni. Edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Një Spartak i dëgjuar, një Spartak gjigant del në televizione shqiptare dhe thot do bashkohet Shqipëria, Kosova, Maqedonia. Patjetër që do bashkohet. Por në tutelen greke të dashur Ilirë, të dashur Pellazgë, do bashkohemi me kryeqytet Athinën sipas gringëve. I dashur shqiptaris Drilonis. Në gadime të epërme, që në serbisht është Gornje Gadimilje të dashur shqiptar, pikërisht këtu, është gjetur të dashur shqiptar një pllakë qeramike e cila përmban fragmentin e dialektit të Korinthit të dashur shqiptar. Data është vënë gabim, nuk është viti 450 para Erëson, sepse në këtë datë në shekullin e 5 para Erëson u njësuan të gjitha alfabetet helene, u kryua një alfabet i vetëm i ngjashëm me atë jonik. Ndërkohë që Dardanët, edhe mbas shekullit të 4 vazhduan të shkruanin në një dialekt tjetër dhe me një alfabet që quhet alfabeti i Korinthit, dhe kjo dallohet me shkronjën Kopa të dashur shqiptar, që i përket pikërisht alfabetit të Korinthit. Është emri Korinthit pikërisht me K, që u bë Q në shqip. Të dashur shqiptar, ky është dokumenti i botuar në një revist në Gjeorgji, në Rusi, që quhet Kadmos, në vitin 1989, pikërisht atëherë ku po përgatitej nga serbët përzënia e plot e shqiptarëve dhe shkatrimi i plot total i Kosovës, dhe mbas këtij zbulimi, grekët e kanë marrë vesh dhe lobi grek në Amerikë ka ndërhyrë për mbrojtjen e Kosovës, jo sepse u vinte keq për shqiptarët, por ka qenë ky vit i jashtëzakonshëm kur më në fund u kuptua që e gjithë Iliria ka qenë e bonuar nga fise helene, dhe pikërisht në këtë revist që ishte gjeorgjiane në Rusi është botuar ky fragment, është vjedhur kjo pllak nga arkeolog rus, është marrë në Gjeorgji dhe atje është botuar fotografia e saj, dhe kjo është pjesë
fragment i Abetares së Korinthit. Të dashur shqiptar, ky nuk është origjinali, por është pikërisht një vazo e ngjashme me atë që është gjetur në Dardani dhe ky është një alfabet i ngjashëm me atë që është gjetur në Dardani, të dashur shqiptar. Pra është vazo dhe abetare në të njëjtën kohë. Një vazo e ngjashme është gjetur në Ukrainë dhe aty është gjetur Mikra Iliada ose Iliada e vogël dhe është reshti i parë i Iliadës. Në reshtin e parë të Iliadës thuhet do këndoj për Dardanin dhe jo do këndoj për mënin e Akilit. Të dashur shqiptar, dhe do ja sjellëm këtë dokument në një film tjetër. Të dashur shqiptar, kjo është çmenduri sepse dialekti i Dardanëve është dialekti i 25 Helen, të dashur shqiptar. Do tregon tani është pikërisht dialekti i Korinthit dhe fjala Genthios shqiptohet në ilirisht sipas dialektit të Korinthit. Ja do ja shënoj unë tani këtu. Kjo që shënova unë është pikërisht dialekti i Korinthit dhe pikërisht ky dialekt është gjetur në një vazo në Gadimilje të Kosovës, të dashur shqiptar. Pra u bindët përfundimisht që ilirët kanë folur dhe kanë shkruar, sidomos ilirët Dardan, në dialektin e Korinthit, ndërmjet dialekteve të tjera. Pra të dashur shqiptar, sot mësuat që në Dardani, në Gadimiljen e sipërme, Gadime i thonë në gjuhën e kosovarëve, është gjetur dialekti i 25 Helen, dialekti i Korinthit, dhe në Shqip dhe në dialektin e Korinthit ka ndodhur ndryshimi i kës në q. Dhe është pikërisht kjo fonem, q. Gjë më e tmerrshme është se Korinthi është shkatruar plotësisht nga romakët. Plotësisht. Dhe aty u bë kryeqyteti i Akajas, që ishte 1/3 e Helladës së lashtë, u reduktua 1/3. Aty mbetën pikërisht në këtë zonë në jug të Greqisë helenët e fundit. Pra romakët kanë vrarë të gjithë helenët. Janë zhdukur. Grekët e sotëm janë ish banorët e Bizantit të përzënë nga Turqia për në tokën ilire Dardane, të dashur shqiptar. Helenët origjinal janë masakruar të gjithë nga romakët. Nuk ka helen të lashtë. Grekët e sotëm nuk janë helenët e lashtë dhe kjo është arsye që minoritarët nuk flasin këtë dialektin dorik, që është në gjuhën shqipe e ruajtur. Dhe ky dialekt mbeti i ruajtur në malet e Dardanis. Dialekti ilir. Po një nga dialektet e ilire helene. Dhe në Dardani është shkruar edhe mbas shkatrimit të Korinthit, është vazhduar të shkruhet dhe të flitet një nga dialektet helene, dialekti i Korinthit. Është për të qartë. Pra kjo është arsye që gjuha shqipe ka kaq shumë fonema dhe ndërmjet të tjerave qen, që ka qenë vetëm në Korinth. Tmer o tmer. Vet fjala Korinthos është krijuar një lloj si fjala Genthios nga gjinoria e fjalës përkrenare në gjuhën e Korinthit, të dashur shqiptar. Një lloj si Genthios, është rasa gjinore. Pra vetëm në dialektet helene krijohen emra nga rasa gjinore. Kjo nuk ndodh në asnjë gjuhë indo-europiane, që ta dini. Vetëm në dialektet helene, këto risi, këto gjëra të reja, novatore të gjuhës, kanë eksperimentuar me gjuhën ilirët Dardan. Kanë krijuar fjalën Genthios, emrin e Gentit. Çmenduri. Kjo është çmenduri, kjo që ka ndodhur. Pranojeni. Sot do filloni të qani për këtë që ka ndodhur. Ilirët kanë folur 25 dialekte të ndryshme, të dashur shqiptar, që quhen dialekte helene, por janë në fakt dialekte ilire. Banorët e Korinthit u zhdukën komplet, janë vrarë të gjithë, nuk ka më. Dhe ky tingull mungon në gjuhën greke, të dashur shqiptar, është vetëm në shqip, në dardanisht. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.